Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Rruga Europiane e Shqipërisë dhe roli rajonit të Gjirokastrës si pikë kontakti me Greqinë ishte forumi hapur që u mbajt në Universitetin e Gjirokastrës me pjesëmarrjen e konsullit të përgjithshëm grek në Gjirokastër, Sokratis Survinos. Survinos theksoi edhe një herë mbështetjen e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Përgatitja e antologjisë rasteve të dezinformimit në mediat audiovizive ishte në qendër të diskutimeve gjatë takimit të zhvilluar me gazetar në Gjirokastër. Në fokus u vuajt evidentimi i rasteve konkrete të dezinformimit si dhe nevoja për forcimin e verifikimit të informacionit dhe standardeve profesionale në raportimin për rritjen e cilësisë së informacionit në media. Nokova, një nga fshatrat më të bukur të Lunxhërisë, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor falë klimës së pastër, produkteve bio dhe mikpritjes tradicionale. Objektet e kultit dhe trashëgimia kulturore po shihen si një mundësi e re për zhvillimin e turizmit rural, ndërsa emigrantët që kthehen çdo verë sjellin gjallëri dhe ritëm të ri në fshat. Nokova, gjithnjë më shumë po kthehet në një destinacion të preferuar për pushim dhe natyrë. Plagët është komedia tragjike me autor Hysni Koka dhe regjisor Milto Kutali që do të ngjitet në skenë këtë fundjavë në Teatrin e Gjirokastrës. Plagët sjell një rrëfim të mbushur me emocione dhe ndjesi njerëzore që prekin publikun nga fillimi deri në fund. Shfaqja pritet të tërheqë interes të lartë ardashësve në Gjirokastër duke sjellë një fundjavë të veçantë artistike në skenën teatrore. Për këto dhe të tjera informacione na ndiqni në vim, ju njohim tani më gjerësisht. Eurovision 2026 hyn sonte në gjysmë finalen e dytë, ku Shqipëria do të prezantohet me këngën Nan, të interpretuar nga Alice Kallaçi. Në arenën gjigande të festivalit, gjithçka është gati në masa të repta sigurie, ndërsa delegacioni shqiptar pritet me entuziazëm nga fansat. Nan do të jetë e votueshme nga të gjitha shtetet dhe vota e shqiptarëve anë mban botës mbetet vendimtare. Dita e Shqipërisë dhe përfaqësuesit Alice Kallaçi mbërriti. Në mbrëmjen e të njëjtës, këngëtari shqiptar do të gjitet në skenën gjigante të Vienës, aty ku do të mbahet gjysmëfinalja e dytë e Festivalit Europian të Këngës. Një natë para, Alice kaloi me sukses provën e dytë gjenerale me një performancë që përsolli mesazhin e fuqishëm mbi rolin e nënës në familjen shqiptare përmes një kombinimi të ndjeshëm mes tekstit dhe motivit muzikor. Alice ylli Shqipërisë në këtë festival evropian të muzikës u prit nga fansat, ndërsa delegacioni shqiptar hyri në ambientet që rrethojnë arenën e madhe. Ja ku jam me Besart Mujkun, është një vullnetar shqiptar, jeton në Zvicër, ka rreth një vit që ka prerë biletën për të ardhur në Eurovisionin e Austrisë dhe ndërkohë thotë që është një fans i çmendur sepse që prej 2010-s ndjek Eurovision, apo jo Besi? Po, përshëndetje, faleminderit shumë për intervistën. Që nga 2010-a ndjek Eurovisionin edhe gjithmonë vi në Eurovision se jam pëlqen. Ndërkohë delegacioni shqiptar kur e takove sot ishte një kënaqësi vete, besoj. Po, se ndër vite është ndërtuar një farë marrëdhënie, shumë e mirë, edhe gjithmonë në më supportojnë mu si fans që vi këto edhe me që valvis flamurin e shqiptar në arenë. Brenda në rrethinat e skenës është gjithçka gati. Në masat të repta sigurie, delegacionet, organizatorë dhe shumë vullnetar kryejnë detyrat e fundit para provave gjenerale. Nan do të ketë mundësi të votojë në të gjitha shtetet dhe vota e shqiptarëve anë mban botës do të ketë një peshë të rëndësishme. 10 të kualifikuarit të natës së dytë pritet i bashkojnë Greqisë, Finlandës, Belgjikës, Suedisë, Moldavisë, Serbisë, Kroacisë, Polonisë, Lituanisë, Izraelit, Austrisë si vend organizator, si dhe Francës, Gjermanisë, Italisë, Spanjës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Finalja e madhe Eurovision 2026 do të mbahet më 16 maj dhe do të transmetohet ekskluzivisht në RTS 1, RTS Muzikë dhe Radio Tirana 1. Nan me pritshmëri të larta në skenën europiane, artisti shqiptar Alice ka kaluar me sukses provat gjenerale në Vjenë, duke përcjellë një performancë emocionale që vlerëson rolin e nënës në familjen shqiptare, ndërsa kënga Nan po shihet si një prej paraqitjeve me potencial për kualifikim. Sonte sytë e publikut shqiptar dhe të diasporës janë drejt Vjenës, ku Alice pritet të jap maksimumin për një vend në finale.
Në pritje të gjysmëfinales së 14 majit, Eurovision 2026 ka hyrë në fazën më emocionuese, ndërsa Shqipëria vjen me pritshmëri të larta për përfaqësimin e saj. Alice ka ndezur atmosferën në Eurovision Village në Vjenë, duke surprizuar publikun me një performancë të fuqishme dhe plot emocion. Interpretimi i tij është pritur me entuziazëm nga të pranishmit, duke krijuar një lidhje të menjëhershme me publikun ndërkombëtar. Ndërkohë, dy provat e para në skenën e madhe të festivalit janë realizuar me sukses, duke konfirmuar përgatitjen serioze dhe nivelin e lartë artistik. Kënga Nan vjen si një rrëfim emocional dhe autentik që ka krijuar tashmë pritshmëri të mëdha për një paraqitje dinjitoze në këtë kompeticion të rëndësishëm evropian. Në 14 maj, sytë e publikut shqiptar dhe të diasporës janë drejtuar nga skena e madhe në Vjenë, ku Alice pritet të jap maksimumin për të siguruar një vend në finale. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu nga porti i Sarandës bëri të ditur masat e reja për një sezon turistik të sigurt dhe më cilësor. Ajo theksoi se janë shtuar sportelet, personeli dhe sinjalistika për të lehtësuar lëvizjen e turistëve dhe familjeve, ndërsa patrullimet bregdetare dhe shërbimet verore shëndetësore janë rritur për sigurinë dhe mirëqenien e pushuesve. Koçiu tha se Saranda mbetet një nga destinacionet më atraktive dhe se ky sezon pritet të jetë ndër më të suksesshmit. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu nga Saranda prezantoi masat e hartuara nga institucionet përgjegjëse për të siguruar një sezon turistik të qetë, të sigurt dhe sa më cilësor për qytetarët dhe mijëra turistë që zgjedhin jugun e vendit çdo verë. Në portin e Sarandës, një nga pikat më të rëndësishme hyrëse për vizitorët e huaj, Koçiu shpreh se të gjitha strukturat janë gati për të menaxhuar fluksin gjithmonë në rritje të turistëve, duke garantuar shërbime të shpejtë, lëvizje pa vonesa dhe standarde të larta sigurie. Në një vend ku numri turistëve është 2-3 fishuar në 5 vitet e fundit, problemi i menaxhimit të fluksit turistik do të ishte më së i mundshëm. Por kjo gjë nuk ka ndodhur. Madje, në një kohë kur sistemi i ri europian i kontrollit kufitar po krijon rradhë dhe vonesa të mëdha në vendet e Bashkimit Evropian, Shqipëria është cilësuar nga shumë burime si një shembull për mirë menaxhimin e kufirit dhe mungesën e rradhëve. Dhe ky shembull i vendosur nuk është rastësi, por produkt direkt i një pune shumë voluminoze të institucioneve tona. Çdo vit, plani i masave është bërë edhe më i detajuar, duke shoqëruar hap pas hapi rritjen e vazhdueshme të numrit të turistëve që zgjedhin destinacion Shqipërinë. Policia e shtetit, policia rrugore, policia kufitare, të gjithë institucionet e tjera kanë nisur dhe kanë vendosur në zbatim një plan masash duke filluar nga shtimi i sporteleve dhe personelit në detyrë në pikat e kalimit kufitar, përmirësimin e sinjalistikës rrugore, caktimin e kalatave të dedikuara për anije turistike, lehtësimin e procedurave të kalimit të kufirit, si dhe patrullimin e vazhdueshëm të hapësirave bregdetare për të garantuar sigurinë në det nga mjetet lundruese. Shërbimi kombëtar i zjarrfikseve është përgatitur gjithashtu për të përballuar çdo situatë, sidomos sa i përket mundësisë së vatrave të zjarrit. Shërbimi kombëtar i urgjencës, si dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale kanë zgjeruar më tej programin e tyre të suksesshëm të qendrave shëndetësore verore. Ministria e Kulturës po vendos në funksion një seri eventesh dhe ngjarjesh kulturore. Gjithashtu, institucionet të tjera të varësisë, si inspektoriatet, janë përgatitur për të siguruar që plani i masave të marra të zbatohet me përpikmëri. Dy fjalë dua të them dhe për sistemin e ri, që shumë shpejt do të aplikohet në portin e Sarandës dhe atë të Durrësit. Sistemi i gate në aeroportin Nën Tereza ka rezultuar shumë i suksesshëm në reduktimin e kohës së kalimit të kufirit në vetëm pak minuta. Saranda është gjithmonë më shumë një ndër destinacionet më atraktive të ofertës tonë turistike. Kam bindjen që edhe ky sezon turistik me të gjithë organizimin dhe angazhimin e institucioneve tona do të garantojë që të kemi një sezon turistik të suksesshëm në të gjithë vendin. Saranda, përveç detit dhe natyrës, këtë vit do të ofrojë edhe një kalendar më të pasur me aktivitete kulturore dhe artistike të organizuara nga Ministria e Kulturës, me synimin për të krijuar më shumë gjallëri dhe për të forcuar lidhjen mes komunitetit lokal dhe turistëve.
Rruga Europiane e Shqipërisë dhe roli i rajonit të Gjirokastrës si pikë kontakti me Greqinë ishte forum i hapur që u mbajt në Universitetin e Gjirokastrës me pjesëmarrjen e konsullit të përgjithshëm grek në Gjirokastër, Sokratis Survinos. Survinos theksoi edhe një herë mbështetjen e Greqisë ndaj Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Greqia mbështet fuqishëm antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky deklarim erdhi nga konsulli i përgjithshëm grek në Gjirokastër, Sokratis Survinos, i ftuar në forumin e hapur Rruga Europiane e Shqipërisë dhe roli i rajonit të Gjirokastrës si pikë kontakti me Greqinë, mbajtur në Universitetin e Qrem Çabej. Survinos njëherëzi e ka cilësuar Gjirokastrën si një vend kyç në marrëdhëniet mes dy vendeve fqinje. Greqia mbështet fuqishëm antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ka qenë dhe është një rrugëtim i vështirë, kërkon reforma, sakrifica dhe mbi të gjitha vullnet. Shteti im, Greqia, është e predispozuar të jetë nismëtare e integrimit të gjithë Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Natyrisht, Gjirokastra është një vend kyç në marrëdhëniet midis dy vendeve tona. Dhe jo vetëm kaq, është epiqendra e bashkëpunimit dhe e shkëmbimit me Greqinë në fushën e ekonomisë, kulturës, arsimit dhe natyrisht turizmit. Aktivitetet si sotmi në Universitetin e Gjirokastrës i shërbejnë këtij bashkëpunimi, për të cilin jam i sigurt se do forcohet më tej. Pozicioni gjeografik i Gjirokastrës, por edhe minoriteti etnik grek janë dy faktorë që japin shumë avantazh Gjirokastrës. Ky event u realizua në kuadër të projektit Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë. Projekti synon të transformojë universitetin në një laborator aktiv për integrimin evropian, duke lidhur njohuritë akademike me politikbërjen dhe zhvillimin rajonal. Gjatë kësaj periudhe janë integruar tematikat e qeverisjes evropiane në procesin akademik dhe është ndërtuar një bashkëpunim i ngushtë me bashkitë e të gjithë rajonit. Një objektiv parësor mbetet krijimi i marrëdhënieve të qëndrueshme me rajonet e Greqisë, bazuar në inovacion, kërkim shkencor dhe shkëmbime akademike. Integrimi evropian nuk nis vetëm në Bruksel, por në universitete dhe komunitetet tona, pasi rajonet të forta do të thotë një Europë më e fortë. Takimi vijoi në një format hapur bashkëbisedimi me studentë dhe pedagogë ku të pranishmit patën mundësinë të adresojnë pyetje dhe të ndajnë mendime në një dialog të drejtë për drejtë. Përgatitja e antologjisë rasteve të dezinformimit në mediat audiovizive ishte në qendër të diskutimeve gjatë takimit të zhvilluar me gazetar në Gjirokastër. Në fokus u vu evidentimi rasteve konkrete të dezinformimit si dhe nevoja për forcimin e verifikimit të informacionit dhe standardeve profesionale në raportimin për rritjen e cilësisë informacionit në media. Në një kohë kur dezinformimi po bëhet gjithnjë më i pranishëm në hapësirën mediatike, në qytetin e Gjirokastrës u zhvillua një takim mes gazetarëve të mediave qendrore dhe lokale, organizuar nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar në bashkëpunim me Autoritetin e Mediave Audiovizive. Në fokus të diskutimeve ishte përgatitja e një antologjie me rastet më të spikatura të dezinformimit në media audiovizive shqiptare gjatë viteve të fundit. Në harkun kohë të 5 viteve, ne hulumtojmë rastet e shfaqura në dezinformim gjatë raportimeve në edicionet informative dhe në formatet e tjera informative të televizioneve shqiptare. Qofshin këto në rrafshin kombëtar, por edhe në vendor. Aktualisht rastet janë të shpeshta, por me një diferencë shumë të madhe të pakrahasim midis kësaj dukurie dhe fenomenit shqetësues me mediat e reja. Mediat e reja janë alarmante në rastet e përsëritura, në efektet dhe pasojat që mbartin raportime dezinformuese. Ajo që vërejmë nga dialogimi dhe komunikimi me kolegët në qytetet ku ne kemi stacionuar për hulumtimin e rasteve të antologjisë, ka të bëjë më shumë me 3 aspekte themelore. E para, goditja që i bëhet shëndetit mendor të opinionit publik dhe audiencave. E dyta, dëmtimi i cilësisë edhe i shkollës së raportimit për të mos respektuar burimet dhe kryesisht mos u adresuar dokumentacionit bindës dhe kryesisht burimeve që lidhen me konfirmimin e rasteve. Dhe e treta, përfshirja në rastet e dezinformimit, përdorimet konspirative, kryesisht këto të lidhura me realitetin gjeopolitik rajonal, me bashkëjetesën në heterogenitetet etnike dhe me
çështjet e administratës publike. Sipas Çipës, fenomeni i dizinformimit ka sjell edhe pasoja ligjore, teksa aktualisht numërohen mbi 12 procese gjyqësore të lidhura me raste të tilla. Kemi edhe një kapitull të posaçëm për penalitetet ndaj rasteve. Deri tani ka disa procese gjyqësore, janë mbi 12 të tilla. Nga ana tjetër ka ndëshkime që vijnë në dy rrafshe, nga institucione të cilat janë parciale të vetë rregullimit, ka një praktik nga Këshilli Shqiptar i Medias dhe një network i krijuar, por kryesisht në rrafshin e online-it, por jo të mediave audiovizive, dhe ka pasur penalitete, le të themi, të karakterit moralo-deontologjik, dhe ka dhe raste tjera kur proceset gjyqësore janë ende në vazhdim. Gjatë takimit, gazetarët ndanë edhe problematikat e hasura në raportimet lokale, ndërsa u evidentua se rastet më të shpeshta të dizinformimit po shfaqen kryesisht në mediat e reja online, ku shpesh mungon transparenca mbi administrator dhe drejtuesit editorial. Përfaqësuesit e mediave konstatuan të domosdoshëm forcimin e etikës profesionale dhe verifikimin e informacionit si mënyrën më efektive për të mbrojtur publikun nga lajmet e rreme. Një rast i ndërtimit të paligjshëm në vijën pregdetare të Sarandës është goditur pas kontrolleve dhe verifikimeve të zhvilluara në teren me fokus zonat turistike dhe hapësirat publike të plazheve. Policia Sarand konstatoi se në një objekt i përbërë nga disa struktura, një pjesë të cilave ishin ngritur edhe në ujë, po kryeshin punime ndërtimi pa leje në një hapësirë plazhi në lagjen numër 1 të qytetit. Gjatë operacionit, policia arrestoi në flagrancë 8 shtetas të dyshuar si të përfshirë në punimet e paligjshme. Ndërkohë, shpallu në kërkim shtetasja AB, e cila posedon hapësirën e plazhit dhe për llogaritë së cilës dyshohet se po kryeshin punimet ndërtimore. Autoritetet po punojnë për lokalizimin dhe kapjen e saj. Të arrestuarit janë KR 25 vjeç banues në Sarand, S 41 vjeç banues në Sarand, OC 32 vjeç banues në Sarand, BR 48 vjeç banues në Delvin, R 41 vjeç banues në Lushnjë, OB 47 vjeç banues në Tiranë, EK 42 vjeç banues në Lezhë, YD 33 vjeç banues në Matë. Pas ndërhyrjes dhe kryerjes së veprimeve procedurale, policia ka njoftuar Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit dhe Policinë Bashkiake, të cilat kanë nisur prishjen e strukturave të ngritura në mënyrë të paligjshme. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore. Nokova, një nga fshatrat më të bukur të Lunxhërisë, po të re gjithnjë më shumë vizitor fal klimës pastër, produkteve bio dhe mikpritjes tradicionale. Objektet e kultit dhe trashëgimia kulturore po shihen si një mundësi e re për zhvillimin e turizmit rural, ndërsa emigrantët që kthehen çdo verë sjellin gjallëri dhe ritëm të ri në fshat. Nokova gjithnjë më shumë po kthehet në një destinacion të preferuar për pushime dhe natyrë. Mes gjelbërimit, ajrit të pastër dhe qetësisë karakteristike në Nokov, jeta vijon e lidhur fort me traditën. Në këtë fshat të njësisë administrative Lunxhëri, puna në bujqësi dhe blegtori mbeten pjesë e përditshmërisë së banorëve, të cilët edhe sot e kësaj dite ruajnë marrëdhëniet e ngushta me tokën dhe prodhimet e saj. Unë jam tutje në Greqi, po vi 6 muaj këtu dhe 6 muaj e andaj. Nga kënaqësia që kam për të jetuar këtu në fshat, më ri mendja këtu. Dhe thëmë, kur të vete në Nokov. Më të ardhur në Nokov, filloj nga puna, që kam zanat, që kam trashëguar nga e kaluar nga rinia time. Bujqësin. Filloj këtu mbjell qepe, mbjell patate, mbjell domate, të gjitha llojet e perimeve, që të kemi për në Bear. Kemi 35 vjetë që kemi emigruar, që kemi punuar aty. Tani kemi dalë në pension dhe vim këtu. Biles një prit, thonë, sa të vi Beharin, mbarojnë shkollën që të vim këtu në Nokovë. Edhe kanë 3 vjetë që vinë. Edhe janë shumë të gëzuar. Fshati me bujqësi. Jo grur, misër, këto linjë kemi, vreshta, me këto. Thjesht i kemi, se jemi në fshat, ne bëjmë në qepe, hudra, patate në qytet, themi kemi si bios, themi atë.
pa gjëra të tjera pastaj në qytet i marrin, ç'do bëjmë. Jo më kam bërë shumë për botë, po jo, me fshatin Sendroj. Me fshat tjetër të paktën, ose edhe me qytet, jo, edhe me qytet jo. Por për te punës së përditshme, Nokova po tërheqi gjithnjë më shumë vizitor, klime e pastër, natyrë e qetë, produktet bio dhe mikpritja tradicionale po e kthejnë zonën në një destinacion të preferuar për turistët dhe emigrantët që rikthehen në vendlindje. Për një të ardhme, besoj, fshati e kemi të mirë, me të gjitha gjërat, tani për një të ardhme nuk e di. Trashëgimia kulturore dhe objektet e kultit i japin fshatit një tjetër vlerë të shtuar. Kishat dhe asetet historike po shihen nga të rinj si një mundësi për të zhvilluar turizmin dhe për të krijuar më shumë mundësi për zonën. Ka kisha. Kemi Shënkollin këtu, kemi Shëngjergjin, kemi dhe Shënilin. Kemi kontribuar bilas kishën e Shënkollit me kontributin tonë të gjithë fshatarëve edhe të ndonjë tjetrit është bërë që nga themeli. Duhet të çelin bujtina të vinë turizëm këtu, se është vend i bukur është, duhet që ka aktivitet të kryhet në këtë zonë. Ka kishat, ka shtëpi të vjetra që mund t'i vizitosh, ka gatimet, ka natyra si që është, ka shumë gjëra. Mes traditës dhe dëshirës për zhvillim, Nokova mbetet një nga fshatrat që poruan identitetin, ndërsa hapdyert për të ardhmen dhe turizmin rural. Plagët është komedia tragjike me autor Hysni Koka dhe regjisor Milto Kutali, që do të ngjitet në skenë këtë fundjavë në Teatrin e Gjirokastrës. Plagët sjellin një rrëfim të mbushur me emocione dhe ndjesi njerëzore që prekin publikun nga fillimi deri në fund. Shfaqja pritet të tërheqë interes të lartë të dashësve në Gjirokastër, duke sjellë një fundjavë të veçantë artistike në skenën teatrore. Ti e di që unë kur kam qenë ri kam dashur të bëhem aktor teatri. Një komedi tragjike vjen këtë herë për artdarësit gjirokastrit, ajo titullohet Plagët dhe do të shfaqet për 3 net, duke nisur nga e premtja. Pjesa është vënë në skenë nga regjisori Milto Kutali, i cili ndër të tjerë ka angazhuar në këtë shfaqje aktorin e njohur Genc Fuga, i cili na zbulon edhe pak nga subjekti i saj. Çdo shfaqje është një yllësi, duke filluar që nga autori, pastaj nga regjizori, pastaj dhe nga e gjithë trupa. Duhet dëshira dhe mirëkuptimi të tërve për të krijuar një gjë shumë të bukur. Dhe jam sigurisht me emocionet e shfaqjes, jam jashtëzakonisht shumë i dëshiruar të shoh edhe si spektator mikpritjen gjirokastrite. Për mua e rëndësishme është jo çfarë vën në sofër, po sa mikpritës je. Nuk e di në jam i gjatë. Unë personalisht mikpritjen e vlerësoj shumë herë më tepër se sa gatimet, po themi, të ambisës. Ju ftoj të gjithëve, vërtet, që të ndajmë momente të një pune jo të vogël. Nuk bëhet fjalë për ato plagë që merr kur rrëshket mbi një banane. Bëhet fjalë për plagë shumë të thella që të gjithë i kemi. Dhe ju ftoj të gjithëve për t'i zbuluar këto plagë të gjithë secilit dhe pse jo për t'i kuruar. Bëhet fjalë për mosmirënjohjen, për dinjitetin, për perspektivën e një personaliteti të kultivuar në fundit këtu. Dhe me se duhet të përballet ky personalitet apo këto plagë me këto melhemet në thonjza që ka shoqëria. Mbase nuk kemi gjetur ilaçin e dur edhe vazhdojnë ato plagë që të therin. Të qajmë hallet bashkë në një lloj sensi, pse jo. Kjo pjesë rikthen në skenë edhe 2 aktorët gjirokastrit, Liliana Ristani e Klement Konomi. Rikthimi im pas 2 vjetësh përkon me një nismë mjaft të bukur. Një nismë të cilën e ndërmori drejtoria e teatrit në bashkëpunim me profesor Milto Kutalin, që është dhe regjizori pjesës, i cili
ndërthuri të 3 brezat. Do me thënë brezin ton të më të vjetërve, brezin e ri të studentëve, që janë ende student, dhe brezin e mesëm të profesor Genc Fugës, i cili na nderon me pjesëmarrjen e tij. Jam shumë e lumtur që ky brez dhe janë të gjithë me prejardhje nga Gjirokastra, do të marri stafetën të cilën ne do ta lëmë në një ditë të ardhshme. Drama është e autorit Hysni Koka, vjen me njëherë pas dramës së kaluar, e cila pati mjaft sukses dhe mendoj se dhe kjo do të eci po në atë vazhd, spektatori besoj do ta gjej patjetër veten e tij në këtë dramë dhe i uroj të vinë sa më shumë dhe të dali sa më me sukses. Është shfaqja e dytë dhe titullohet Plagët nga Hysni Koka. Është komedi tragjike. Them që spektatori duhet ta shikojë se kaq mëson. I mirëpres në shfaqje. Plagët do të mbetet gjatë në memorien e dy të rinjve gjirokastrit Denada Bixhaku e Halil Hida, të cilët ende janë student në Akademinë e Arteve. Jam student në vitin e 2 të Akademisë Arteve bachelor, edhe kjo është herë e parë që unë vinë në skenën e teatrit Zini Sako me një shfaqje profesionale. Unë vetë jam nga qyteti i Gjirokastrës, jam një djali i këtij qyteti. Dhe ishte kënaqësia ime e pamas doja thosha që jam pjesë e këtij projekti që do të vi para publikut të qytetit Gjirokastrës. Jam në vitin e parë aktrim master dhe jam shumë falënderuese profesor Miltës që është regjizori i kësaj vepre, që më ka vënë në krah të regjizorit Klement Konomi, që më ka përgatitur për të futur në këtë shkollë edhe më ka ndjekur hap pas hapi në rrugën time. Dërsa kjo është një vepër që po vihet një dramë që është pasqyrë e realitetit, që neve zgjedhim mos ta shohim. E gjithë shfaqja, nga fillimi deri në minutat e fundit, është mbushur me detaje dhe ndjesi njerëzore që na prekin të gjithëve. Kjo vepër vjen për publikun gjirokastrit më datat 15, 16 dhe 17 maj në orën 19:00. Mbritëm në fund të ditarit informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndahemi bashkë me Ruta Kopshi.